Mirëmbrëma, mirë se vini në emisionin në Shënjestër, mirë se vini në News 24. Historia që do t'ju tregojmë këtë mbrëmje është ajo e një shtetase britanike, e quajtur Rebecca Gannon, e cila erdhi në Shqipëri për të shijuar bukuritë natyrore të këtij vendi por humbi jetën. Sajmir Kushova, njeriu i cili kishte një shoqëri për zhytje në qytetin e Sarandës, është shpallur në kërkim, por autoritetet shqiptare në 2 vite e gjysmë hetim ende nuk e kanë dëshkuar atë për krimin e rënd, por ai është dënuar nga autoritetet norvegjeze me 15 vite burgim për akuzën e trafikut të narkotikëve. Prindrit e Rebekës kanë prej 2 vite e gjysmë që srollaten në dyert e institucioneve shqiptare me shpresën për të gjetur drejtësi për humbjen e vajzës së tyre. Edhe ditën e sotme ato janë në Sarandë, sepse pritej të zhvillohej një seancë për Sajmir Kushovën, por kjo seancë nuk është zhvilluar për shkak të mungesës së një përkthyesi. E kështu, srollatja për ta vijon. Me shpresën se ata një ditë do të gjejnë drejtësi për humbjen e jetës së Rebekës, janë duke bërë vajtjeardhje nga Londra në Tiranë e Anasjelltas. Megjithatë, drejtësia për ta ende nuk ka ardhur. Do të flasim për historinë e Rebekës dhe drejtësinë e munguar për rastin e saj. Përpara se t'ju prezantoj të ftuarit e mi për këtë mbrëmje, do të ndalemi në një dokumentar të përgatitur nga stafi i emisionit në Shënjestër, ku për herë të parë zbërthehet me detaje se si shtetësia nga Britania u mbyt në Sarandë teksa bënte zhytje, për shkak se të gjithë e injoruan atë jelekun që në fakt do duhet t'i shpëtonte jetën dhe pajisjen që përdori për zhytje. Çfarë thon kolegët e saj, çfarë tha i fejuari dhe çfarë than mjekët, pra një pushuese e cila tentoi të jepte ndihmë. Do të jenë këto detaje që dalin për herë të parë në dritë, më pas do të kemi plot detaje të reja në lidhje me këtë proces, i cili duket se nuk ka fund. Rebecca Gannon ishte një vajzë që e donte jetën dhe natyrën. Një vajzë e cila në portretin e saj rezatonte vetëm mirësi, të cilën nuk nguronte të shpërndante edhe te njerëzit që rrethonte, apo që e kishin takuar qoftë edhe një herë të vetme në jetë. Do të ishte kjo dilirësi, e shoqëruar edhe me dashurinë për natyrën dhe detin, që aq shumë e donte, që e kishin lidhur edhe më shumë me sportin e zhytjes. Një sport të cilin 29 vjeçaria britanike e praktikonte prej vitesh dhe e kishte shumë shëtitur në vende të ndryshme të botës, nga Amerika e Jugut deri në Australinë e largët, eksplorime të cilat e kishin sjellë edhe në Shqipëri. Një tokë për të e panjohur, por që me bukuritë e veta turistike, sidomos me ato bregdetare, kishte të rrequr edhe interesin e Rebekës dhe të miqve të saj. Por Rebeka nuk ishte si ta dinte në fakt, se rrugtimi që po ndërmerte në Shqipëri do të ishte i fundit për të në këtë jetë. Jetë e cila do të ndërpritej në mes, pikërisht në ujërat e vendit që kanë mbetur misterioze ende edhe sot për shumë nga turistët e huaj që vinë ta vizitojnë. Ashtu siç ndodhi, mëngjesin e datës 19 shtator 2022, mëngjesi kur Rebeka dhe grupi i saj miqve u nisën në det të hapur për të zhytur, të shoqëruar nga gujde shqiptare, në eksplorimin e rënojave të një anije të vjetër të mbytur, por që diçka duket se shkoi keq. Dhe vajza nga Britania e Madhe u kthye në sipërfaqen e detit pa shenja jete, ku dhe sot faji për humbjen e jetës së Rebekës ka mbetur jetim, dhe drejtësia flen mbi një dosje e cila kërkon përgjegjësi ligjore, mbi atë që është fajtori i tragjedisë së ndodhur në bregdetin e Sarandës, atë mes shtatori të 3 viteve më parë. Ku ajo që do t'ju rrofej më poshtë është një nga historitë jo vetëm të mos funksionimit të ligjit në një vend si Shqipëria që pret me miliona turistë në vend, po ku shpesh ata që shkelin të parët ligjin janë zyrtarët shtetëror, fillimisht të inkuadruar në institucione dhe më pas të përfshirë në aktivitete kriminale, siç është edhe rasti i Sajmir Kushovës, personi i cili njihet si përgjegjësi për humbjen e jetës së Rebekës, që gjatë kohës që ishte në hetim në Shqipëri, u ndret një garancie pasurore, jo vetëm që ju shmang gjykimit, por dhe u largua nga vendi duke u zhvendosur në Norvegji, aty ku del se u përfshi në trafikun ndërkombëtar të drogës. Por para se të shkojmë tek profili i ish-punonësit të policisë Sajmir Kushova, i cili ishte edhe administratori i kompanisë së zhytjeve nënujore Speranza Diving Center, së cilës Rebeka dhe miqtë e saj besuan, le të ndalemi fillimisht te ajo se çfarë ndodhi me grupin e turistëve të huaj që kishin mbritur në Sarandë. Çfarë shkoi keq në eksplorimin e tyre? Dhe cili është gabimi që çoi në humbjen e jetës së 29 vjeçares Rebecca Gannon? Sipas dinamikës së ndërtuar nga grupi hetues, njoftimi i parë për humbjen e jetës së një zhytëse në det mbërriti në sallën operative të policisë Sarandë mëngjesin e datës 19 shtator 2022. Sipas këtij njoftimi, një grup turistësh të shtetësive të ndryshme ishin nisur bashkë me guidën shqiptare në pikën e caktuar më herët në det për të ushtruar sportin e zhytjes nënujore. Dhe aty, njëra prej shtetaseve të huaja ka humbur jetën.
Më datë 19 shtator 2022, salla operative e policisë së komisariatit Sarand mori njoftimin se në lagjen numër 1 të qytetit është mbytur një shtetase britanike. Nga të dhënat e para, rezultoi se mëngjesin e kësaj date, një grup të huaj të shtetësive të ndryshme kanë kontaktuar qendrën e zhytjes dhe më pas kanë planifikuar orarin për të realizuar sportin e zhytjes. Në mesin e këtij grupi ka qenë edhe shtetësia britanike Rebecca Ganon, e cila pasi është regjistruar dhe ka veshur pajisjet e nevojshme të zhytjes, është hedhur në det, por është mbytur dhe nuk ka mundur të mbijetojë. Shkak dyshohet të jetë bërë mos funksionimi i jelekut të ajrit. Nisur edhe nga fakti që distanca nga bregu i detit deri në vendin e ngjarjes nuk ishte e largët, oficerët e policisë gjyqësore dyshuan se diçka kishte shkuar jo si duhet me pajisjet e zhytjes, me të cilat viktima ishte pajisur në këtë rast. Ndërkohë që në det të hapur, ata gjetën të traumatizuar pjesën tjetër të ekuipazhit dhe grupit të huajve. Këta të fundit, që kishin qenë dëshmitar të mbytjes tragjike të Rebekës, por që në vazhdim rrëfyen edhe mungesën e profesionalizmit të ekipit shqiptar të instruktorëve. Pasi oficerët e policisë gjyqësore shkuan në vendngjarje, midis lokalit Alfa dhe atij Opal në distancë 17 metra, mbi sipërfaqen e detit, ata konstatuan disa persona që ndodheshin në skaf. Brenda këtij skafi, në cilësinë e provës u morën disa materiale, konkretisht një lopat plastike dhe një kapuç që mbulon pjesën e qafës dhe atë të sipërme të kokës. Këqyrja e cila më pas vazhdoi në brendësi të skafit që u përdor për transportin e zhytjes në det, që ndodhej në portin detar të Sarandës. Në pjesën e sipërme të këtij skafi u gjet një kuti plastike me ngjyrë të zezë, me numra në pjesën e jashtme, ndërsa brenda këtyre kutive të sistemuara veshje dhe lopata këmbe, si ato që përdoren për zhytje në thellësi të ujrave. Gjithashtu, në pjesën e prapme të skafit, mbi dyshemen e tij, u gjet një bombol, si dhe një elek si ato që fiksojnë bombolën pas trupit të zhytësit. Të gjitha këto u morën në cilësinë e provës materiale. Por ajo që do të zbulojë më tej nga grupi hetues ishte mënyra as pak profesionale se si agjencia shqiptare që merrej me eksplorimet etare, e licencuar në sportin e zhytjeve në ujore, ishte sjellë në raport me protokollet e sigurisë në det. Kjo nisur edhe nga fakti që një nga instruktoret, e cila ishte pjesë e ekspeditës, kishte një profesion të ndryshëm nga ai për të cilin ishte angazhuar ditën kur ndodhi tragjedia në det. Instruktoria, e cila ishte marrë me pajisjet, që edhe sot nuk dihet nëse ishte licencuar për ta bërë një gjë të tillë. Ajo e cila u mor edhe me Rebekën, ndërkohë që kjo e fundit i shfaqi shqetësimin se jeleku i saj ajrit nuk ishte funksional. GB, e cila në dëshminë e saj përpara grupit hetues pranoi se pajisjet e zhytjes ujore kishin probleme. Shtetësia me iniciale GB përkthyese dhe punësuar në agjenci, pasi u ka shpjeguar turistëve të huaj vendin e zhytjes, si dhe ka bërë gati pajisjet që zhytësit do të merrnin me vete, shpjegoi më tej se Rebeka kishte si instruktor shtetasin me iniciale DG dhe AK. Ajo tregon se në momentin që po montonte pajisjen, rregulatori për fryrjen e jelekut nuk punonte. Për këtë arsye ajo thotë se u detyrua të ndryshonte rregulatorin dhe pasi e provoi 2 herë, pajisja e saj funksionoi dhe ishte në rregull. Por ndërsa mendoi se rregulatori i jelekut ishte funksional, ajo që ndodhi më pas tregoi të kundërtën. Kjo, pasi vetëm pak sekonda ndërsa grupi ishte zhytur, bashkë me ta, në këtë rast edhe Rebeka, ajo pa në distancë vajzën britanike që të kërkonte ndihmë, aty ku kuptoi se diçka nuk ishte shkuar si duhet me 29 vjeçaren. GB, që pranoi që në momentin kur po konsumohej tragjedia në det, ajo ishte në breg, pavarësisht se ishte instruktore e pajisjeve të zhytjeve. Shtetësia me iniciale GB thotë se vetëm disa minuta pasi grupi të huajve ishte zhytur, ajo pa një prej zhytësve që po kërkonte ndihmë, çka e ka detyruar atë të niset me një herë drejt vendit ku zhytësja po kërkonte ndihmë, që ishte vetëm 30 metra larg vendit ku ajo si instruktore po qëndronte. Pasi ka mbërritur në vendin ku zhytësja ndodhej, shtetësia me iniciale GB tregon se ajo kishte hequr nga goja rregulatorin, gjë që nuk lejohet sipas protokollit të zhytjes që duhet ndjekur. Por, edhe pse pretendimi i instruktores ishte se ka kryer të gjithë procedurën si duhet në të tilla raste, siç e përcakton sporti i zhytjes, duket se faktet tregojnë të kundërtën. Kjo, pasi gjetjet e grupit hetues në vazhdim, nuk lanë asnjë hamencim se shkeljet kanë qenë serioze dhe kanë kushtëzuar deri humbjen e jetës së turistes britanike, gjë që vjet re edhe në dëshmitë e pjesës tjetër të grupit të instruktorëve të pranishëm atë mëngjes si pjesë e ekspeditës në det, thënie të cilat janë kontradiktore dhe bien ndesh me njëra tjetrën. Madje edhe me ato të turistëve të huaj që ishin të pranishëm në ekspeditën e zhytjes që shkoi keq.
ashtu si dëshmia e të dashurit të Rebekës, që tregoi para grupit hetues se instruktori e tyre GB nuk u dha ndonjë rëndësi të veçantë pajisjeve, duke treguar një shpërfillje apo një siguri të tepruar që rezultoi fatale në vazhdim. Shtetasi britanik Robert Kerans deklaroi se është i dashuri i shtetases britanike Rebecca Gannon. Ai thotë se më datë 18 shtator 2022, rreth orës 16:00, ata ishin paraqitur dhe kishin aplikuar për të zhytur te qendra e zhytjes Speranza Diving Center. Ai tregon më tej se një ditë më pas, më datë 19 shtator 2022, rreth orës 10:20, ata kanë shkuar dhe kanë plotësuar një formular në gjuhën angleze ku po i prisnin instruktorët e qendrës së zhytjes, të cilët po përgatisnin pajisjet. Sipas dëshmisë së dhënë, po nga i dashuri Rebecca Gannon, ekspedita përbëhej nga 12 persona, midis të cilëve 3 ishin instruktorë të qendrës së zhytjes të njohur si Speranza Diving Center, dhe ajo që komunikonte me ta në gjuhën angleze ishte GB, duke përjashtuar çdo mundësi që me ta dhe pajisjet e tyre të ishte marrë dikush tjetër. Grupi që ishin për të zhytur përbëhej nga 12 persona, nga të cilët 3 ishin instruktorë që do të asistonin në zhytje, si dhe një vajzë që fliste anglisht me ne, e cila pasi u hodhi një sy pajisjeve, nuk u kushtoi ndonjë rëndësi të veçantë. Më pas ne u nisëm te pika e zhytjes bashkë me 2 instruktorë. Por sipas së dashurit të saj, para se të niseshin për tek pika e caktuar ku do zhyteshin, Rebecca provoi të vishte jelekun, por veshja nuk u mbush me ajër, gjë të cilën ata ja thanë edhe GB përkthyeses e cila shërbente si organizatore. Por kjo e fundit dha garanci të plot se jeleku i dytë që Rebecca mori në përdorim ishte funksional dhe se gjatë zhytjes nuk do të kishte asnjë problem. Rebecca provoi fillimisht jelekun, por pajisja nuk u mbush me ajër. Për këtë arsye ne i tham GB që kryente rolin e organizatores lidhur me problemin dhe ajo na tha që do e rregullonte. Më pas unë u zhyta në ujë dhe nuk e pash më Rebekën, nëse tubi i arit u ndryshua apo jo. Pas me erdhi dhe Rebecca dhe shkuan poshtë të zhyteshim, por nga presioni i arit ajo filloi të kishte probleme me veshët dhe kështu ajo doli në sipërfaqe duke u shkëputur nga grupi. Por me të dalë në sipërfaqe, Robert Kerans pa se diçka e keqe kishte ndodhur Rebekës, por pa e menduar se situata do të ishte aq serioze sa mund të kishte çuar deri në humbjen e jetës së të dashurës së tij. Në fakt, vazhdimi i kësaj historie do të ishte vetë historia e trishtë e Rebekës. Unë me instruktorin tim u zhytëm përsëri për të shkuar te grupi, por gjatë kësaj kohe unë nuk munda ta shikoj Rebekën se ku ishte. Unë dhe instruktori që më shoqëronte vazhduam zhytjen për gati 25 minuta bashkë me grupin, por ndërsa po dilja dal nga dal në sipërfaqe aty pash policin që kishte mbërritur. Fatkeqësisht, ajo që kishte ndodhur ishte më pak e mendueshmja. Pasi teksa doli në sipërfaqe, Robert Kerans u përball me policin që kishte mbritur në vendin e ngjarjes ku ata po zhyteshin, dhe jo për kontroll rutinor, por për atë që i kishte ndodhur të dashurës së tij Rebecca, ku spektatore e një shfaqje që nuk do të donte të ishte e pranishme kurrë, ishte edhe një zhytëse spanjolle, e cila rrëfeu për grupin hetues dhe gjithë atë që ndodhi. Ne u paraqitëm te qendra e zhytjes rreth orës 9. Aty na priti një vajzë e cila përgatiste pajisjet tona. Pasi mbushëm një formular që ishte në gjuhën angleze, ne u bëm gati të niseshim. Grupi që ishim ne përbëhej nga 12 vet, 2 ose 3 instruktorë dhe një vajzë që mendoi se ishte organizatorja. Rreth orës 10:30 ne u nisëm nga qendra e zhytjes për te porti dhe nga aty ne hipëm në një varg ku u drejtuam për tek vendi i zhytjes. E pyetur për nivelin profesional të njohurive dhe eksperiencës në të tilla ekspedita, zhytësia spanjolle tha se nivelet brenda grupit ishin të ndryshme, ndërsa ajo vetë bashkë me të dashurin e saj dhe 3 persona të tjerë kishin nivel fillestar, por jo Rebecca, e cila ishte një zhytëse e nivelit mbi mesatar dhe kishte eksperjenca të shumta në këtë sport ndër vite, arsye për të cilën zhytësia britanike dhe pjesa tjetër e grupit me nivelin mesatar të përgatitjes ishin zhytur të parët në det. Personat në grup kishin disa nivele zhytje, kurse unë bashkë me të dashurin tim dhe 3 të tjerë kishim nivel fillestar. Lidhur mbi Rebekën dhe të dashurin e saj, ata ishin te grupi mesatar i zhytjes. Kjo është edhe arsyeja pse ne si grup fillestar ishim të fundit që po zhyteshim atë ditë dhe pse qëndruam mbi ujë dhe prisnim mbi varg të ulur. Ky ishte edhe momenti fatkeq që do të mbetet i memorizuar gjithmonë në kujtesë nga turistja spanjolle, e cila, duke pritur radhën në varg që të zhytej bashkë me pjesën tjetër të mbetur të grupit, pa të pluskonte mbi ujë trupin e Rebekës. Por, edhe pse thotë se u përpoq t'i vinte në ndihmë, duke qenë se ishte mjeke, gjithçka rezultoi e kot. Grupi fillestar ishte i fundit që do të zhytej, për këtë arsye unë nuk u futa në ujë dhe po prisja në varg e ulur. Gjatë kësaj kohe, një djalë holandez më tha që kishte një problem me një vajzë.
më pas shkova te vajza që ishte organizatore, e cila po fliste në telefon dhe po kërkonte ndihmë. Pas disa minutash, unë pash instruktorin mbi ujë që po sillte vajzën te varka. Duke qenë se me profesion jam mjeke, u afrova me njëherë për t'i dhënë ndihmën e shpejtë, por pas i dhash disa frymarrje jetë shpëtuese. Unë pash që vajza nuk reagonte dhe filloi të nxirrte shkum nga goja dhe hundët. Për vëtin e saj të keq, Rebeka nuk mundi të shpëtoj, pavarësisht ndihmës së madhe që ju dha në atë moment. Dhe ajo mbeti një kujtim i hidhur për të gjithë grupin e zhytësve që atë ditë ishin nisur në det për të shijuar artefaktet në ujore, por që u kthyen nga aty pa një prej pjesëtarëve të ekspeditës. Më pas unë provova nëse Rebekës i punonte arteria karotide, por ajo nuk ishte shenja jete dhe syti ishin zmadhuar. Ashtu si pjesa tjetër e grupit, një nga personat që u pyet në lidhje me incidentin fatal në det ishte edhe Chris Deisler, i cili tregoi se si kishin rënë në kontakt me agjensinë e zhytjeve në ujore, Saranda Diving Center. Chris, i cili bënte pjesë në të njëjtin grup mesatar me Rebekën dhe të dashurin e saj Robertin, i cili edhe ky thot se pasi plotësuan formularët e zhytjes në gjuhën angleze, ata më pas shkuan tek pika e zhytjes. Pasi plotësuam formularët e zhytjes në gjuhën angleze, ne më pas shkuam tek pika e zhytjes. Unë isha në një grup zhytje me Rebekan dhe të dashurin e saj. Ajo që më bëri përshtypje është se pajisjet i rregullonte vajza që ishte dhe përkthyese. Në momentin që Rebeka provoi jelekun, pajisja kishte probleme me ajrin, por këtu duket se vajza që ishte përkthyese diçka i ndryshoi dhe jeleku u duk se funksionoi në rregull. Chris theksoi edhe një herë para grupit hetues se e vetmja që merrej me pajisjet e zhytjes ishte vajza që kryente edhe rolin e përkthyeses, që bënte edhe rolin e organizatores. Por ndërsa ai u zhyt në thellësi të detit bashkë me Rebekën, ai nuk mundi ta shquejë më atë. Kjo sepse sipas tij, u ishte i papastër. Në lidhje me këtë ngjarje, në pyetje u mor edhe një tjetër pjesëtar i grupit të zhytësve të huaj, që edhe ky kishte qëndruar mbi ujë deri në pritje të radhës së tij për të zhytur. Kjo, pasi bashkë me të dashurën e tij, bënin pjesë të grupi fidestar i zhytësve. Unë dhe dashura ime ishim të grupi fillestar i zhytësve, ndërsa Rebeka dhe i dashuri i saj të grupi mesatar. Unë isha në pritje të radhës sime. Unë pash që Rebeka po kërkonte ndihmë. Në këtë moment, në ndihmë të saj, shkoi pronari i skafit, por fillimisht nuk e gjeti dhe doli mbi ujë pa vajzën. Unë e pash që ai u zhyt sërish, edhe këtë herë doli nga ujë pas disa minutash, bashkë me Rebekën, të cilën e solli te skafi, aty ku e ndihmoi e dashura ime, që është mjeke, e cila i dha ndihmën e parë derisa erdhi ambulanca. Të njëjtave deklarime u qëndroi dhe një tjetër zhytës i pranishëm në skenën e ngjarjes, i cili pa instruktorin të hidhej në det për të ndihmuar Rebekën, por që u zhyt pa pajisje ndihmëse, gjë të cilën e bëri vetëm herën e dytë, ndërsa mori pajisjet e njërit prej zhytësve spanjoll, që ndërkohë ishte mbi varg. Sapo pa që vajza po kërkonte ndihmë, instruktori u hodh menjëherë në det, por u nis pa pajisje. Më pas shoku im Marcos çoi pajisjet e zhytjes, por edhe pse instruktori arriti ta nxirrte Rebekën nga uji, ajo nuk dukej të kishte shenja jete. Kjo ishte historia tragjike e Rebekës, e cila sikurse thash mbriti në Shqipëri për të shijuar bukuritë natyrore të vendit tonë, por për fat të keq ndroi jetë tragjikisht. Do flasim pikërisht për Rebekën dhe mos ndëshkimin e njerëzve që i shkaktuan asaj vdekjes, pikërisht në këtë mbrëmje në emisionin në Shënjestër. Do t'ju prezantoj tashmë të ftuarit e mi, do të kemi Glidona Dacin, gazetare në Klan News. Mirëmbrëma Glidona, mirë se erdhe. Mirëmbrëma Klodi. Alban Duraj, avokat i Duraj Law, mirëmbrëma avokat, mirë se erdhe. Besoj thash mirë emrin e studios tuaj. Shumë mirë, faleminderit. Mirë se erdhe, si gjithmonë faleminderit për gjithë kontributin e emisionit në Shënjestër. Do të kemi besoj një lidhje pak më vonë me babain e Rebekës, i cili ditën e sotme ka mbritur në gjykatën e Sarandës për të mësuar më shumë rreth procesit gjyqësor që po zhvillohet ndaj të dyshuarit kryesor Sajmir Kushova, një proces i cili po zgjat prej shumë kohësh. George Genon, kemi patur komunikime me të dhe është treguar i gatshëm për të treguar historinë e tij rrënqese të srollatis në dyert e drejtësisë shqiptare, që në fakt për fat të keq po ndodh rëndom kohët e fundit, e sidomos pas vitit 2016 në kuadër të asaj që u njoh si reforma në drejtësi. Por përpara se të shkojmë tek lidhja me George Genon, do të ndalem me kolegen Daci për ta pyetur lidhje me ecurinë e procesit. Glidona, ne do të nxjerrim edhe të tjera detaje, sepse është një ngjarje e cila duhet thënë ka pika të errta, jo hetuar si duhet, e zvarritur prej kohësh, por në çfarë faze është procesi ndaj Sajmir Kushovës aktualisht? Atëre, Klodi, përveç gjithë asaj që unë pata mundësinë të lexoja, ka shumë gjëra që nuk arrij ende t'i kuptoj. Më thëmë se duhet të zgjaste një hetim, gjëra ka ndodhur
në 19 shtator të vitit 2022, jemi tashmë në prill të 2025-ës, është mbyllur hetimi një vit më parë në tetor, ka zgjatur rreth 2 vite, ndërkohë që po ta kapësh në të gjitha aspektet dhe gjitha veprimet hetimore që janë kryer. Ka qenë akt ekspertimi i pajisjeve të zhytjes e cili është bërë nga reparti Reneas, është reparti specializuar, është bërë akt ekspertiza e trupit të pajet të vajzës që është bërë nga IML-ja, janë marrë deklarimet e personave cilët deklarime janë dhënë që në momentet e para, dhe unë nuk e kuptoj çfarë ka bërë prokuroria e Sarandës për 2 vite me radhë, për cilën e ka mbajtur këtë çështje më pas ka çuar kërkesën për gjykim në gjykat, ku janë zhvilluar të paktën në mos gaboj 8 seanca, disa të cilat kanë dështuar dhe ende nuk kemi një vendimarrje konkrete për të parë se çfarë do të ndodh me fatin e kësaj çështje. Gjithashtu nga ana tjetër, është ende në seancë paraprake. Është ende në seancën paraprake, nuk ka kaluar për gjykim, nuk kemi zyrtarisht të marrë të pandehur Sajmir Kushkovën, ndërkohë që nga ana tjetër shohim që tashmë ka një akuzë të ngritur nga ana e prokurorisë, ka një komunikim të një akuze nga ana e organit procedues, por që nuk kemi një vendim gjykate për kalimin dhe nisjen e procesit gjyqësor. Ky i fundit rezulton që gjatë gjithë kësaj kalvari që ka kryer prokuroria e Sarandës hetime, prokuroria norvegjeze, sepse më njëherë pas ngjarjes është larguar në drejtim të Norvegjisë, e ka arrestuar për çështje trafiku drogës, e ka hetuar, e ka dënuar dhe povuan dënimin atje, ndërkohë që ende në Shqipëri vazhdon të jetë në cilësinë e personit e cilit ka ngritur një akuzë. Është varritur pafundësisht sepse po flasim për një ngjarje e cila le të themi nga dinamika e hetimit, nga mënyra se si është hetuar apo provat dhe faktet që duheshin mbledhur, nuk është se ka një procedurë shumë të veçantë për të kryer një sër veprimesh hetimore. Nuk është bërë eksperiment hetimor, le të themi, që do të merrte ndoshta kohën e nevojshëm për të përcaktuar ekspert, për të ngritur një sër pikpyetjesh apo dinamikash të tjera nga ana e prokurorisë Sarandës. Fakti që janë bërë vetëm disa prova konkrete, marrja e deklarimeve të personave, verifikimi i dorëzimit të dokumentacioneve sa i përket certifikatave të zhytjes të grupit të turistëve të cilët kanë qenë për të zhytur atë ditë në le themi në pjesën e plazhit të Sarandës, marrja e dokumentacionit dhe licencimit të agjencisë turistike. Po ashtu nga ana tjetër, pyetja e dëshmitarëve, kryerja e 2 veprimeve ose marrja e 2 akte ekspertimeve nuk ka pasur të shkonte 2 vite hetim. Ditën e sotme është zhvilluar një seancë në gjykatën e Sarandës, e cila është shtyrë. Mund të kemi arsyeën e shtyrjes së kësaj seance gjyqësore dhe kur mendohet të ketë pak a shumë një vendimarrje sa i përket kalimit ose jo të dosjes për gjykim? Shiko, Klodi, duhet kemi parasysh diçka. Sipas informacioneve të faktin që vijnë nga ana e gjykatës së Sarandës, seanca është shtyrë për shkak të mos paraqitjes së një përkthyesi të licencuar, ndërkohë që nga ana e Ministrisë Drejtësisë ka pafund përkthyes të cilët janë të licencuar dhe që duhet të paraqiten në ambientet e gjykatave për të ofruar këtë shërbim kur kemi procese me persona të huaj, ku në këtë rast janë, le themi, prindrit e vajzës të cilët kanë të drejtën e tyre të paraqiten në ambientet e gjykatës për të ndjekur nga afër procesin, ndërkohë që nga ana tjetër, nëse vazhdojmë me këtë temë, nuk e di kur mund të kemi një vendimarrje. Avokat, do duhet të më presësh pak minuta, sepse më informojnë nga regjia që do të kemi një lidhje telefonike me George Genon, babain e Rebeka Sëndjer. Nuk e di nëse e kam regjia. Mi mbrëma zoti Genon? Ja, kënë e Nuk e di nëse në kohë reale do të bëhet edhe përkthimi. Zoti Genon, faleminderit që pranuat të ishit pjesë e emisionit në Shënjestër. Ju shpreh ngushtimet të sinqerta për humbjen e jetës së vajzës tuaj dhe uroj së shpejti të gjeni drejtsinë e munguar në Shqipëri. Nëse do të mundeni, a mund të na shpjegoni peripecitë që keni hasur në dyert e drejtësisë shqiptare për të patur një proces të shpejt, të drejt, por edhe një ndëshkim për njerëzit që i shkaktuan humbjen e jetës Rebekës. Yes, you can speak. Can you hear me, Mr. Genon? Do duhet me sa duke të presim pak sa për kthimin. Mr. Genon, can you hear me? Hello? Hello, can you hear me? I can hear you. Yes, so because I think we had a problem. Now, Mrs. Lala Regjia, nëse më ndihmon? is asking if you can. First, she expressed her condolences for your loss, and now she said that if you could, in your own words, express the ongoing this long investigation regarding the loss of your daughter in Albania. Okay. Well, okay. I've been in Albania now for 2 years and 7 months.
Kam 2 vite e 7 muaj që ndodhem në Shqipëri, fighting for justice for the loss of our daughter. duke luftuar për humbjen, duke luftuar për drejtësi, për humbjen e vajzës tonë. It's been the hardest thing I've ever had to do in my life. Kjo ka qenë eksperienca më e rëndë që unë kam kaluar në jetën time. My wife is with me right now. Me vete kam edhe bashkëshorte në këto momente. We should have been in court today, but the court was cancelled because there wasn't a translator. Ne duhet kishim qenë në gjykat këto ditë, por nuk mundëm pasi seanca gjyqësore u shty, u kancelua. Which is the third time this has happened, and I've been flying. Që është hera e tretë që ndodh, pra kjo shtyerje e seancës. It's in court again tomorrow at 3 o'clock tomorrow afternoon. Hopefully there'll be a translator there so we can continue with the fight for justice for our daughter. Ne do të vazhdojmë të shkojmë nesër sërish pranë gjykatës, duke shpresuar që do të kemi edhe një përkthyes, pra për të kërkuar drejtësi dhe për të kërkuar përgjigje për humbjen e vajzës tonë. The biggest issue we have now is because the gentleman that was responsible for the death of our daughter is now serving 15 years in prison in Norway for trafficking cocaine from Norway to Albania. Problemi më i madh që kemi aktualisht është që personi zotëria, pra që është përgjegjës për humbjen e vajzës tonë, aktualisht është dënuar me 15 vite burgim për trafik narkotikësh në Norvegji. Obviously my biggest issue, my biggest goal is to get justice for our daughter first off, and then get him transferred from Norway back to Albania, extradited, so he can serve sentence in Albania for killing our daughter. Pra qëllimi im kryesor është që fillimisht ai të ekstradohet pra nga Norvegjia dhe të paguajë dhe të shlyej dënimin për vrasjen e vajzës tonë këtush në Shqipëri, përpara pra se të vazhdoj të shlyej dënimin në Norvegji për krimin që ka bërë atje. Zoti Genon, nëse më dëgjoni, nëse po më ndiqni, a mund të na thoni cili ishte arsyetimi i prokurorisë shqiptare për vonesën prej 2 vitesh të hetimit të kësaj çështjeje? Mr. Genon, if you can explain to us what was the explanation from the prosecutor's office in Albania for dragging this case for 2 years? No, well, this is the issue. I spent every day for 2 years in the prosecution's office through the winter, through the heat of the summer, just to get some answers from the prosecution, and no answers were ever given. And eventually, they give me a 330-page document, which is in Albanian, which I can't read. But the reason for it took so long, I think personally, they thought I would just go away and the problem would not be around anymore. Unë mendoj, thot, ky është dhe problemi pse unë kam 2 vite që zvarritem në për zyrat e prokurorisë dhe ata për 2 vite nuk na kanë dhënë asnjë shpjegim pra për zvarritjen e kësaj çështjeje, vetëm para pak kohësh ata na dërguan një dokument në shqip 30 faqesh. Unë mendoj personalisht, mendimi im është që ata thjesht kanë menduar që kjo çështje do zvarritet deri në arrest. I will not leave Albania until I've got justice for my daughter. Por unë nuk do largohem nga Shqipëria pa marrë drejtësi për vajzën time. Zoti Genon, a mund na kujtoni bisedën tuaj të fundit me Rebekën? Çfarë ju tha ajo? Çfarë kujtoni nga kjo bisedë? A ishte ajo e shqetësuar, po kalonte mirë me pushimet në Shqipëri në shoqërinë e partnerit të saj? Pra si ishin ditët e saj këtu në Shqipëri? Mr. Genon, I know it's hard for you, but I would like to ask you if you can recall the last conversation that you had with your daughter. Yes, I can very well. Regarding her vacation here in Albania with her partner. Yes. She, in my house in England, she sat on my knee and hugged me and said, I'm going to miss you. And then she just never get back. Unë mbaj mend herën e fundit që kam folur personalisht me të dhe kemi qenë në Angli dhe ajo ka qenë pranë meje, pra në prerjen tim, më përqafoi, më tha që do shihemi së shpejti dhe nuk u pa më kurrë.
Vjen shumë keq për këtë. Zoti Genon, We are very sorry for this. keni kontaktuar në një nga personat pushuesit e tjerë të cilët kanë qenë kryesisht shtetas të huaj, të cilët kanë parë momentet e fundit të jetës së Rebekës. Çfarë ju kanë thënë ata? Mr. Gannon, I want to ask you if you ever contacted one of the other tourists, the foreign tourists that were with Rebecca when she did the dive trip. And Yeah, I've got a whole list of telephone numbers for everybody that was on the boat at the time on the scuba diving course. I've got a list of all the names from all around the world, and they're all willing to give a statement. and what did they say? They know very well that this company was not running by regulations, by the Albanian laws and regulations for health and safety or any sort of safety on this particular trip. They doubled the trip because the day before the sea wasn't calm. So instead of taking out 10 divers, they took 20 divers, and my daughter ended up with a gas. The oxygen tank had, as far as I know at the moment, was poison because it was out to in the back office, never been used for many years. Unë kam folur me të gjithë, kam një listë detajuar me të gjithë të pranishmit që kanë qenë në atë udhëtim pra me varg, dhe ata kanë qenë të gatshëm që të gjithë bëjnë deklarata të shkruara për atë që ka ndodhur. Dhe ata më kanë thënë personalisht që kompania që operonte pra këto xhiro turistike në zhytje nuk ka pas nuk ka qenë brenda rregullave të sigurisë teknike, pra nuk ka pasur as rregullat sigurisë elementare. Për më tepër më kanë thënë që bombula që Rebeka ka përdorur pra ka qenë e helmuar, ka qenë e kompromentuar sepse kishte shumë vite që nuk përdorej. Dhe arsyeja pse ishte përdorur atë ditë ishte sepse ishte dy fishi i zhytësve që kishin marrë se një ditë më përpara deti kishte qenë i trazuar dhe ata udhëtues, pra ata zhytës që ishin planifikuar për një ditë më parë ishin bashkuar ditës së dytë të zhytësve. The safety jacket that she had on did not inflate when she pressed the emergency button. Edhe xhaketa që ajo kishte për shpëtimin e jetës, pra xhaketa që duhet fryhej, nuk ka funksionuar kur ajo ka tërhequr litarin e emergjencës. When she came up the first time and pleaded for help, the man in the company was on the boat having a party and had no interest in the people that was on this. Dhe kur ajo është ngritur herën e parë, pra që ka kërkuar ndihmë për këtë problem që nuk ka patur diçka që s'funksiononte, njerëzit mbi varg, pra punonjësit e kompanisë, ishin duke festuar dhe nuk kishin asnjë interes për t'i kthyer përgjigje. By the time he realized that my daughter's in trouble, he had to then put his scuba diving equipment on to go and help her, but it took 25 minutes. Vetëm pas 25 minutash pra që ajo ka qenë duke u munduar pra që ka qenë në problem, ka patur probleme, vetëm pas 25 minutash një prej organizatorëve ka vendosur maskën e tij të zhytjes për t'i ardhur në ndihmë. Zoti Genon, You cannot be under the water for 25 minutes and still survive. It's impossible. Është e pamundur që të rish 25 minuta në ujë pa oksigjen dhe të mbjetosh. Zoti Genon, unë ju falenderoj për këtë ndërhyrje që bët në emisionin në Shënjestër. Ju inkurajoj sigurisht në rrugtimin tuaj për gjetur drejtësi për jetën e humbur të vajzës dhe ju siguroj që kolegët e News 24 do t'jenë nesër në gjykatën e Sarandës për ta ndjekur nga afër procesin për sa të jetë mundur nga ana ligjore. I can't hear what you're saying, unfortunately. Yes, we thank you for participating on this show, and we wanted to tell you that tomorrow our staff will be in Saranda, following up all the procedures in the during session of in the. Yes, it's at 3 o'clock tomorrow afternoon. Yes. In the Saranda court. Është në orën nesër, seanca është në orën 3 pasdite. 15. Thank you very much for your call. Faleminderit.
Thank you so much. Thank you for your support. Faleminderit shumë. Avokat, nuk e di nëse dëgjuat në fakt, sepse duke qenë se kemi përkthyer në kohë reale, babai I vajzës pretendon që Rebekës nuk i është dhënë ndihmë për thuajse 25 minuta, pajisjet e zhytjes nuk kanë qenë të duhurat, kanë patur problematika e të tjera me radhë. E shikoni këtë si një hetim të plot me aq çfarë dëgjuat në dokumentar, por edhe në këtë bisedë që patëm me George Genon? Me informacionin që kemi paraprak dhe me dëshminë që dha zotëria, mendoj që hetimet e prokurorisë nuk janë të plota dhe duhet të thellohen. Nuk ka se si të ndodhi që të merret nën hetim dhe të çohet përpara përgjegjësisë vetëm administratori I shoqërisë, sepse natyrisht administratori është personi I cili administron shoqërinë apo kompaninë, por nuk besoj me kaq informacion sa kemi që ai është marrë personalisht me, le të themi, gjithë mbarvajtjen e këtij sporti, pra ai vetëm thjesht përzgjedh stafin I cili do të merret me këtë sport, krijon gjithë bazën e nevojshme materiale dhe kushtet për të zhvilluar këtë sport. Natyrisht që ka përgjegjësi për sa I përket personave të tretë, edhe kualifikimi ligjor është një kualifikim që I shkon për shtat administratorit të shoqërisë, që shkelje rregullave të sigurisë në punë, por nuk kemi vepra të tjera penale që mund të ishin ndjekur dhe hetuar? Vepra të tjera penale, pra duhet të identifikuar se cilët janë personat të cilët janë marrë me turistët, pra të cilët kanë qenë ata të cilët po thonë instruktorët apo instruktorët të cilët kanë qenë direkt në kontakt me turistët, ata të cilët kanë zhvilluar gjithë mbarvajtjen e këtij sporti, a kanë qenë të licencuar, pra kanë qenë profesionistë, kanë qenë të siguruar, pra sigurimi bën që ata duhet që të kontrollohen nga institucionet shtetërore, I kanë pasur trajnimet e nevojshme. Këtu në këtë dosje nuk kemi asnjë person të identifikuar, pra na del vetëm administratori përgjegjës për kryerjen e kësaj vepre penale. Mosdhënia e ndihmës është një vepër penale e cila dënohet dhe konkretisht kemi nenin 97 të kodit penal I cili e dënon me gjobë deri në 3 vite burg. Mendoj që një kualifikim I dur, pra pasi të identifikoheshin cilët janë personat të cilët kanë qenë prezent në vendin ku ka ndodhur ngjarja, mendoj që kjo mund kalonte edhe përsa I përket vrasjes nga pakujdesia, sepse këtu kemi një pakujdesi nga personi përgjegjës, I cili është instruktori dhe ka sjell pasojën. Pra ai duhet të shikonte nëse pajisjet ishin në gjendjen e dur, pra ishin në gjendje që turistja t'i përdorte, nëse nuk ishin në gjendje ashtu siç rezultoi, ndodhi që I mori jetën. Pra edhe kjo duhet identifikuar nga organi prokurorisë dhe natyrisht gjykata në këtë fazë jemi në hetimin paraprak, në gjykimin paraprak dhe gjykata është ajo e cila vlerëson se si janë bërë hetimet nga ana e prokurorisë. Dhe në gjykimin tim, do pyes avokat, prokuroria ka marrë 2 vite kohë për të përfunduar hetimet për këtë rast dhe për ta dërguar në gjykatë. Dhe ndërkohë po vijon që nga muaji nëntor I vitit kaluar deri më tani nuk ka kaluar dosja për gjykim. Përse zvarritin kaq shumë proceset në Shqipëri, edhe ato hetimore dhe ato gjyqësore? Çfarë po ndodh në institucionet e drejtësisë shqiptare? Të zvarriten proceset në Tiranë, pra në gjykatën e Tiranës, është diçka e kuptueshme, sepse është një gjykatë e cila ka ngarkesën më të madhe të Republikës, pra kemi pasur numrin më të madh të prokurorëve dhe gjyqtarëve të cilët janë larguar nga procesi I vettingut dhe natyrisht kemi shumë ngjarje të cilat zhvillohen në këtë jurisdiksion të gjykatës së Tiranës apo prokurorisë së Tiranës. Por të zhvillohen hetime me 2 vite vonesë, pra ka kaluar edhe afati 2 vjeçar, sepse ligji e ka përcaktuar Kodi I procedurës penale që afati maksimal është 2 vite dhe kjo duhet parë edhe nga gjykata paraprake nëse kanë kaluar afatet e hetimit apo jo. Të shkojnë ka gjatë për qytetin e Sarandës, më duket diçka e cila nuk është normale në gjykimin tim, por janë gjykata apo prokurorit cilat nuk kanë një ngarkesë të madhe ashtu sikurse kanë gjykata e Tiranës apo prokuroria e Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit, të cilat janë me ngarkesë të madhe për shkak edhe të numrit të madh të dosjeve që kanë apo të gjyqeve. Kështu që kjo është
është për të parë, pra duhet të shikojmë, mendoj që edhe familjarët duhet marrin një avokat për të përfaqësuar viktimën në këtë proces, sepse shpeshherë ndodh që nëse nuk përfaqësohen me avokat në proces, atëherë edhe prokuroria i neglizhon për arsye të ndryshme, të cilat ajo i di. Po, në fakt ka një avokat, Erion Muka në mos gabohem, kam patur kontakte ditën e sotme, megjithatë nuk e di nëse po i përfaqëson në këto momente që ne flasim, megjithatë gjatë procesit hetimor e ka ndjekur. Lidona, ju dëgjoni avokatin që ka patur zvarritje, po është normale për një krim të tillë, për një ngjarje të tillë 2 vite hetim, sepse mund ta mirëkuptojmë për krimin organizuar, për ngjarje të rënda etj me radhë, po për ngjarje të tilla që janë kaq të hapura, kaq. Shiko, e para është një ngjarje e cila unë e ceka edhe në momentet e para që nuk kemi të bëjmë me, le të themi, me kryer një sër veprimesh hetimore të cilat të gutshme, mund të ketë nevojë për përgjime, mund të ketë nevojë për vëzhgime, sepse nuk po flasim për, le të themi, për vrasje të mirëfillte, ajo që ndodh mes grupeve kriminale apo për ngjarjet e cilat kërkojnë hetime intensiva nga ana e organit procedues. Në rastin konkret kemi të bëjmë një ngjarje e cila në pamje të parë dyshohet të ketë ndodhur nga pakujdesia, por ajo që mua më bëri përshtypje është një detaj shumë interesant. Për të ardhur në ndihmë dhe asaj që avokati po thoshte pak më herët. Pajisja e, le të themi, e leku i ajrit nuk ka funksionuar. Dhe provën për këtë pajisje, po. Ishte kompromentuar dhe kishte problematika, ju dhanë ndihmë shumë vonesë, rreth 25 të gjitha këto, sepse dalin edhe nga deklarimet e personave dhe tek pjesa e kërkesës për kalimin e çështjes për gjykim nga ana e prokurorisë Sarandës. Ajo që mua më bëri përshtypje është që testi një pajisjes për mos funksionimin është bërë nga një punonjëse e cila ishte menaxhere dhe shërbente edhe si përkthyese. Më falë, unë ajo që unë nuk arrit të kuptoj, si mundet që një pajisje e tillë, e cila dije që të mund të shkaktojë edhe humbjen e jetës, ti lihet në dorë për të provuar dhe për të rregulluar apo për të ndryshuar pjesët të cilat nuk funksiononin, një punonjëse e cila nuk është e specializuar për atë gjë. Ajo gjëja do duhet kontrollohej nga ana e instruktorëve. Ka qenë 3 instruktorë, ka qenë Sajmir Kushkova dhe 2 të tjerët. Mund të kontrollohej nga ana e, le të themi, instruktorëve përgjegjës në mënyrë që të bëhej e qartë e plot nëse funksiononte apo jo. Një tjetër pikpyetje që un kam, sepse le të themi personin i cilit është atribuar tashmë edhe një vepër penale, pretendon që vajza ka pasur pjesën e oksigjenit të hequr. Ndërkohë që rezulton nga ana tjetër që Rebeka të ishte specializuar, pra kishte nivel mesatar në zhytje, pra nuk ishte fillestare, se nëse do zhytesha unë dhe në një moment paniku mund ta hiqja pjesën e, le të themi, bombulës për të marrë oksigjenin, një person i cili ka një nivel mesatar nuk i bën gabime të tilla. Dhe fakti që edhe ndihma është dhënë me vonesë, sepse del edhe nga gjithë deklarimet kuptohet që është kuptuar shumë më vonë që Rebeka nuk ishte pjesë e grupit të zhytjes. Edhe pse instruktorët përgjegjës pretendojnë që në momentin kur ka ndodhur zhytja do duhet të ishin, le të themi, secili ishte përgjegjës për partnerin apo personin që kishte në krah. Do shkojmë në vetëm pak minuta publicitet dhe më pas do të ngrem disa pyetje. A mund të ekstradohet Sajmir Kushova drejt Shqipërisë, sepse po vuan një dënim në Norvegji, së pari dhe së dyti, a kanë përgjegjësi autoritetet shqiptare të cilat kanë dhënë licencën për kompaninë e Sajmir Kushovës? Shkojmë në publicitet dhe kthehemi për pjesën e dytë të emisionit në Shënjestër. Në 2 gishta dhe në trëndafilin. Jemi rikthyer live në pjesën e dytë të emisionit në Shënjestër, po flasim për fatin tragjik të Rebeka Genon dhe përpjekjet e familjes së saj për drejtësinë e institucionet shqiptare. Do të ndjekim në pjesën e dytë edhe një tjetër dokumentar që ka të bëjë me të shkuarën e Sajmir Kushovës, kush ishte ky personazh, si u përfshi ai në trafikun e drogës dhe a do të ekstradohet ai në drejtim të Shqipërisë. Po përpara se të shkojmë te ky material i përgatitur nga stafi i emisionit në Shënjestër, do të ndalem edhe pak minuta me të ftuarit e mi për të diskutuar disa çështje të cilat sigurisht janë jo për të diskutuar në vetvete, po për të ngritur një alarm për atë se çfarë po ndodh me institucionet shqiptare. Avokat, do të ndalemi shumë gjatë tek licencimi i kompanive, a funksionojnë, si janë institucionet në raport me mënyrën se si licencojnë, por duat më japësh përgjigje një pyetje. Babai i Rebekës e ngriti si çështje gjatë bisedës telefonike që patëm me të, ai kërkon që Sajmir Kushova të ekstradohet nga Norvegjia në drejtim të Shqipërisë për të vuajtur dënimin për shkaktimin e vrasjes së vajzës së tij, pra humbjen e jetës, ndërkohë që Sajmir Kushova rezulton i dënuar në Norvegji me 15 vite burgim për trafik të lëndëve narkotike. Është e mundur ligjërisht të ekstradohet ky person në drejtim Shqipërisë? Atëherë, për sa i përket anës procedurale, pra parashikimet që ka neni 340 dhe vijuesi i kodit të procedurës penale, për sa i përket procedurës së ekstradimit, natyrisht që ekziston mundësia për të ekstraduar, sepse
Prokuroria shqiptare duhet të dërgoj letër porosi në shtetin norvegjes, nëse është kapur aty dhe povuan dënimin për një tjetër vepër penale, por përpara se të bëj këtë procedurë, patjetër që duhet bërë edhe njohja e vendimit të huaj dhe natyrisht edhe duhet jetë të marrë edhe miratimin të pandeurit, i cili povuan atje një dënim tjetër. Natyrisht që në këtë fazë mendoj që edhe i pandeuri, i cili ka marrë një dënim në shtetin norvegjes, i intereson që të ekstradohet dhe të vinë në Shqipëri, sepse ai do të procedohet, do të dënohet dhe gjasat janë që ai të dënohet për të vepër për cilën akuzohet në Republikën e Shqipërisë dhe kam përshtypjen që do t'i interesoj edhe një ekstradim, sepse qëndrimi në burg do t'jetë për të dy veprat. Pra ai shlyen edhe dënimin që ka marrë në shtetin norvegjes dhe natyrisht edhe dënimin nëse do të dënohet nga gjykatat shqiptare. Por nëse nuk je pëlqimin për t'u ekstraduar, do t'joj ta vuaj dënimin atje dhe më pas mund tërhiqet dosja nga këtu, çfarë ndodh, si funksionon? Atëherë nëse ai nuk e jep pëlqimin, atëherë nuk mund të ekstradohet dhe natyrisht që dënimin duhet ta vuaj në Republikën e Shqipërisë. Pra pasi të vuaj dënimin e shtetit norvegjes, pra 15 vite burg për çështjen që ai është dënuar lëndë narkotike që është dënuar në shtetin norvegjes, atëherë pas vuajtjes së dënimit, ai duhet të vijë dhe të vuajë dënimin në Republikën e Shqipërisë. Por besoj që në këtë fazë procedurale që ndodhet, besoj që edhe atij intereson apo mbrojtjes së tij intereson që të ekstradohet dhe me këtë rast ai kryen të dyja dënimet. Qëndrimi në burg do të jetë edhe për llogari të vendimit të gjykatës norvegjeze dhe natyrisht edhe për vendimin nga drejtësia shqiptare nëse do të ketë një dënim. Sepse është akoma në fazën që çështja është në gjykim, nuk ka marrë një vendim të formës prerë dhe mund të luajë edhe me afatet e qëndrimit për shkak të izolimit në paraburgim dhe llogariten me 1.5, qëndrimi një ditë me 1.5, por natyrisht ai E drejta për dëmshpërblim familjes britanike i lind në momentin kur Sajmir Kushova shpallet fajtor për veprën penale të kryer në Shqipëri? Po në momentin që ai shpallet me vendim të formës prerë fajtor, atëherë i lind e drejta për të kërkuar dëmshpërblim ndaj personit i cili është shpallur fajtor, por natyrisht edhe nëse ka shkaqe të tjera, që do të thotë nëse kompania nuk i ka të gjitha dokumentat e nevojshme apo masat e nevojshme të duhura për shkak të mos kontrollit nga institucionet shqiptare, atëherë dëmshpërblimi shkon edhe për shtetin shqiptar, sepse nuk e ka kryer detyrën siç duhet, që do të thotë ka pas detyrë për të kontrolluar gjitha këto subjektet, të cilat në pjesën më të madhe ne i shikojmë që janë të palicencuara, pra ato thjesht mund të kenë një licencim pranë qendrës kombëtare të bizneseve, por nuk kanë licencime të tjera, të cilat janë specifike për kategorinë e shërbimit që ofrojnë. Dhe kemi pasur dhe raste të tjera, siç ka qenë rasti i Marës apo raste të tjera, të cilat ne kemi pafund çdo sezon turistik dhe aty marrin vesh. Po pyesim pak Lidonën, avokat, dhe kthehemi prapë tek ju. Kompania Sajmir Kushovës Lidona kishte një licencë dhe në këndvështrimin tuaj, a e kanë bërë si duhet institucionet shqiptare, pra institucionet përgjegjëse punën për ta kontrolluar këtë kompani në aktivitetin, në ushtrimin e aktivitetit? Kompania e tij kishte një licencë nga ana e Ministrisë së Turizmit, por ne, Klodi, duke qenë se jemi dhe përballë një tashmë po vjen sezoni veror dhe do duhet që nga ana e Ministrisë së Turizmit dhe të gjitha institucioneve përgjegjëse të hidhen syt dhe të kontrollohen të gjitha subjektet cilët janë të licencuar për sporte të tilla apo për sportet ekstreme apo për pjesën e skafeve dhe motorave të ujit, të cilat kanë shkaktuar viktima pafund dhe ne kemi trajtuar gjërësisht. Rezulton të paktën që ish efektivi i policisë të ishte i specializuar për pjesën e zhytjes, po ashtu ai pretendon që punonte edhe për 3 kompani ndërkombëtare, po ashtu të cilat merreshin me çështjen e zhytjes. Ajo që cila mua më bëri përshtypje në të gjithë le të themi dinamikën, ishte një detaj tjetër i dhënë po nga menaxherja e cila shërbente edhe si përkthyese për turistët të huaj të cilët kishin dëshirë të ushtronin pjesën e zhytjes në Bregdetin shqiptar për të parë një nga anijet të cilat është fundosur shumë vite më përpara. Sipas deklarimeve të zonjës, pretendohet që pajisjet e zhytjes ishin blerë një vit përpara, pra praktikisht i bie në 2021-shin, dhe sipas deklarimeve të saj, ato kualidohen çdo 5 vite. Ndërkohë që ajo që mua më ngre pikpyetjen dhe alarmin më të madh është fakti
që njëra nga pjesët le themi të pajisjeve të zhytjes nuk ka funksionuar. Kur është bler kjo pjesë që nuk ka funksionuar, a është kontrolluar nga institucioneve përgjegjëse, nëse funksionojnë këto pajisje, nëse janë kualifikuar siç duhet, nëse i kanë respektuar të gjitha le themi kushtet teknike për të bërë të mundur zhytjen, sepse në rastin konkret na rezulton që kemi një vajzë e cila ka bërë zhytje në disa nga vendet e ndryshme të botës, erdhi për të parë Shqipërinë dhe për të shijuar pushimet, rezultoi që pjesa e parë e jelekut të shpëtimit nuk funksionoi, i dha një pjesë të dytë, një pajisje të dytë, sipas punëtores aty funksionon të ndërkohë që nuk është kontrolluar dhe nuk është testuar nga personat të cilët janë të specializuar që janë instruktorët e zhytjes, të cilët patjetër përveç pjesës së zhytjes kanë edhe dieni më të thelluar sa i takon të gjithë mënyrës dhe pjesëve të cilat vishen dhe shërbejnë, pajisjes që shërbejnë për të kryer zhytjen, por është kontrolluar nga një punonjëse e thjeshtë e cila ka parë të gjitha mënyrat se si funksionojnë. Ajo që për mua është edhe një pikë pyetje tjetër, të cilën dua ta them, kemi dy akte ekspertime të cilat thonë dy qasje të ndryshme. Akti ekspertimi dërzuar nga ana e mjekësisë ligjore pretendojnë që 29 vjeçare ka humbur jetën si pasojë e sasisë së madhe të ujit të zgjetur dhe nga mbytyja, ndërkohë që nga ana tjetër kemi një akt ekspertimi të dërzuar nga reparti Renea, i cili është specializuar për sa i përket testimit të pajisjeve të zhytjes, ata pretendojnë që është testuar pajisja në pishinën 6 metra të thellë repartin Renea dhe pajisja ka qenë në rregull. Po flasim për diçka që cilët unë ende nuk e kam të paqartë. Nëse vajza ka qenë le themi profesioniste deri në nivelin mesatar për zhytjen, dhe nga ana tjetër kemi një pajisje e cila nuk ka funksionuar siç duhet herën e parë, por ka funksionuar të dytën. Si ka mundësi që funksionoi te reparti Renea dhe pse vajza kur ka dalë nga uji nuk e ka pasur gypjen e frymarrjes, më pas është zhytur për poshtë dhe kjo pretendohet edhe nga deklarimet të cilat janë dhënë, qoftë nga dëshmitarët të cilët e kanë parë, le të themi, skenën që është mjekja spanjolle që i ka dhënë edhe ndimin e parë, por është thënë edhe nga vetë personi, pra ish efektivi i forcave të policisë, i cili ka pasur në një farë mënyrë edhe ka qenë administratori i kompanisë, i cili pretendon që vajza nuk e kishte gypjen e frymarrjes në momentin kur ka dalë mbi ujë dhe më pas është zhytur. Do jam hedhur për ta shpëtuar. Po çfarë deklaron Glidona, por edhe me dhënat që janë në dosje, me çfarë pretendoi edhe babai, që në fakt ngriti një sër pikë pyetësh në raport me hetimin, por edhe me mënyrën se si kanë shkuar ngjarjet. Mendon që ka vënd për të hetuar institucionet për mënyrën se si do duhet të kishin monitoruar aktivitetin e kompanisë? Patjetër që institucionet kanë përgjegjësinë dhe rolin kryesor në të gjitha këto ngjarje dhe problemi kryesor i qytetarëve është përballja me institucionet të cilat janë në kontakt me qytetarët. Pra nëse ndodh një vepër penale, si në rastin konkret, prokuroria edhe po ta ketë vullnetin, pra prokurori i çështjes edhe po ta ketë vullnetin për të kryer një hetim të drejtë dhe të paanshëm, e ka të pamundur sepse në momentin e parë, në vendin e ngjarjes, shkon policia, mund të shkojnë ekspertët apo oficerët e policisë gjyqësore, të cilat në shumicën e rasteve devijojnë provat të cilat janë shumë thelbësore dhe janë shumë të rëndësishme për hetimin e plot të ngjarjes. Dhe rasti konkret, me atë çfarë tha zonja Daci këtu, po faktin që o e ka problemin ekspertët e repartit Renea, ose eksperti i IML-s. Pra, prokuroria duhet të shikoj kur ka, le të themi, disbalanca të cilat janë kontradita edhe një qytetari thjesht e kupton. Kjo lidhet ngushtësisht me ngjarjen, avokat. Edhe besoj që kjo do sqarohet, por unë kisha pyetjen më përtej. A duhet të hetohen institucione që kanë përgjegjësi për të monitoruar dhe ndjekur aktivitetin ose mënyrën se si ushtron aktivitetin një kompani, në rastin konkret sportin e zhytjes, që është një sport jo shumë i zhvilluar në Shqipëri. Ne duhet ta pranojmë këtë gjë. Pra, unë këtë solla thjesht si shembull për të sjellë në vëmendje të qytetarëve që këtu institucione nuk funksionojnë. Pra, duke filluar që tek inspektoriati i punës, i cili ka detyrë kryesore. Pra, ne nuk e shikojmë inspektoriatin e punës, e shikojmë vetëm në momentin që ndodh një ngjarje e rëndë, në momentin që vdes dikush në një kantier ndërtimi, në momentin që vdes dikush në një sport të caktuar, pra në këtë moment ne shikojmë inspektoriatin e punës dhe në shumicën e rasteve këto subjekte të cilat edhe pa dokumentacion i rregullojnë dokumentat dhe dalin për sa i përket kontrollit administrativ dalin të larë. Pra kemi shumë raste të tilla për të cilat institucioni i akuzës duhet të shikojë jo vetëm rastin e përgjegjësve kryesor,
që në rastin konkret është administratori dhe personat të tjerë cilët dyshohet, si personi që ka shkelur rregullat dhe ka sjellë përpasoj humbjen e jetës së Rebekës. Por duhet të shikohen institucionet përgjese, pra mënyra se si është licencuar. Është fare mirë për të jetuar, sepse merret dosja dhe çdo gjë është elektronike, nëse dokumentat janë bërë për shkak të ngjarjes apo janë bërë vetëm thjesht për të kaluar kontrollin për shkak të hetimeve. Pra qytetarët kanë një administratë jo eficiente dhe unë mund të sjell një rast tim konkretin që na ka marrë një fëmijë, babait e ka marrë edhe ai është shtetas anglez me origjinë shqiptare, ka ardhur të bëjë biznes në Shqipëri, u divorcua me bashkëshorten, ajo ka rëmbyer fëmijën, ne kemi 2 muaj që shkojmë, bëjmë kallëzim në komisariat, shkojmë në gjykatë për urdhër mbrojtje, nuk ndërhyjnë asnjë, nuk kemi asnjë informacion për të ngjarje. Pra kemi institucionet, ne nuk i dim fare bile si tunon fëmijët, kemi video dhe prova dhe nuk kemi, vetëm na ka ngelur që ta bëjmë ngjarjen publike sepse kemi 2 muaj që mund ta trajtojmë, po duhet largohemi nga rasti konkret. Pra ju mendoni që ka vend për të hetuar dhe mandej, pra se me këtë duhet ta mbyll sepse duhet shkojnë në dokumentar. Këtë duhet ta sjellë pra institucionet, duhet të mbajnë përgjegjësi penale për shpërdorim, minimalisht për shpërdorim detyre, dhe nëse ka akuzat të tjera, sepse këtu mund të ketë korrupsion pasiv, por mund të ketë edhe vepra të tjera penale të cilat duhet parë gjatë hetimit, por minimumi që mund të hetohen dhe këta zyrtar të cilët nuk kryejnë detyrën për të cilën janë vendosur në këto detyra, ta duhet të dënohen për shpërdorim detyre. Sepse kemi zvarritje, si rasti konkret, kemi raste të humbjes së jetëve dhe në momentin që qytetarët nuk gjenë zgjidhje në administratë, shfrytëzojnë edhe rastin që për shkak të procesit të vettingut nuk funksionon siç duhet prokuroria dhe gjykata dhe jemi në këtë kolaps ku qytetarët janë të zhgënjur dhe duan që të largohen nga ky vend. Dhe rasti konkret që unë ju fola, ai erdhi për të investuar për bërë biznes në Shqipëri dhe më thotë dua të iki 1 orë e më parë nga ky vend. Pra çfarë i ofrojmë ne qytetarëve, çfarë i ofrojmë ne atyre të cilët jetojnë jashtë dhe duan të kthehen, dhe çfarë i ofrojmë neve turistëve të cilët vinë këtu për të pushuar, sepse shikojnë ato reklamat e bukura dhe ngelen të zhgënjur. Pra këto ngjarje janë një reklam negative për vendin tonë dhe për institucionet. Prandaj duhet të ndërhyjnë institucionet. Faleminderit shumë avokat Duraj, faleminderit koleges Daci nga Klajnus për gjithë kontributin në shënjestër. Të nderuar teleshikues, unë do t'ju lënë shoqërinë e një dokumentari se kush është Sajmir Kushova dhe për çfarë akuzohet ai në Norvegji e të tjera detaje që në fakt janë mjaft interesante për të treguar edhe historinë e plot të fatit tragjik të Rebeka Genon. Bashkë ritakohemi të martën e ardhshme në orën 19:30. Deri atëherë, natën e mirë. Por nëse historia e Rebekës do t'ishte vetëm një ndodhi fatkeqe në det dhe pas kësaj tragjedie nuk do të fshihej një aspekt i errët i asaj që në të vërtetë ndodh në Shqipëri, ku korrupsioni dhe abuzimi me detyrën janë kthyer në një sinonim të së keqes, ndoshta e gjithë kjo ngjarje do të mbyllej si një aksident teknologjik i shkuar në mënyrën jo të duhur. Por sigurisht kjo, nëse do të ishte në të vërtetë kështu, pasi zbulimi i plot i rrethanave të ngjarjes tregoi se ashtu sikurse ndodh në të tilla raste, administratori i Agjencisë së Zhytjeve ishte një punonjës policie, i njohur si Sajmir Kushova, 47 vjeçari, që jo vetëm nuk përmbushi përgjegjësitë e tij ligjore, duke qenë sot në hetim nga prokuroria e Sarandës për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë, por fill pas incidentit, ja mbati nga Shqipëria dhe u kthye në një narkotrafikant në Norvegji, aty ku ndodhet sot i dënuar për trafik droge. Kushova, një zhytës profesionist, si dhe instruktor në 3 kompani ndërkombëtare të zhytjeve, i cili ishte ndër të parët që u morë në pyetje në shtatorin e vitit 2022 në lidhje me humbjen e jetës së shtetases britanike Rebeka Genon. Më datë 19 shtator 2022, në agjensinë time janë paraqitur një vajzë dhe një djalë të cilët donin të bënin zhytje. Vajza quhej Rebeka Genon dhe ka plotësuar formularin me të dhënat personale, ku përfshihet niveli i certifikimit të zhytjes, rubrika e të dhënave mjekësore, si dhe e pajisjeve që merren nga zhytësi. Pas procedurave të zakonshme, ata kanë shkuar tek anija Propidas, ku do të kryente zhytjen grupi ku bënte pjesë edhe Rebeka. Informacionet të cilat ata i kanë marrë nga GB, e cila punon si përkthyese në agjensi, ku ajo u ka shpjeguar mbi vendin e zhytjes, si dhe u ka bërë gati pajisje që zhytësi do të merrnin me vete. Në lidhje me Rebekën, ajo që dua të them është se ajo kishte 2 instruktor. Sajmir Kushova tha më tej para grupit hetues
se ai ishte përmbajtur të gjitha procedurave siç e përcakton rregullorja e zhytjes. Por po kështu, ai pranoi se rregullatori i fryrjes së jelekut në rastin e Rebekës në fillim nuk ishte funksionuar, duke pranuar në një farë mënyre se pajisjet nuk ishin në standardin e duhur për të tilla sporte dhe nivele. Në momentin që Rebeka po montonte pajisjen, ajo konstatoi se rregullatori që shërben për fryrjen e jelekut me ajër nuk funksiononte. Për këtë arsye, punonjësja GB ndryshoi rregullatorin dhe pasi e provoi 2 herë, pajisja funksionoi në rregull. Por vetëm disa minuta pasi grupi turistëve të huaj ishin nisur në det për të zhytur, administratori i Speranza Diving Center tha se ai pa një prej zhytësve që po kërkonte ndihmë. Dhe ai u nis menjëherë te ajo, e cila ndodhej 30 metra larg. Por kur arriti, konstatoi se ajo kishte të hequr rregullatorin nga goja, gjë që sipas rregullores së zhytjes nuk lejohet. Lidhur mbi rastin fatkeq në det, grupi hetues sekuestroi edhe të gjithë dokumentacionin e Agjencisë së Zhytjeve Speranza Diving Center, që rezulton se ka një veprimtari ligjore në ushtrimin e këtij biznesi që nga viti 2017, ku her pas here ka marrë licenca të ndryshme për ushtrimin e këtij aktiviteti në sportin e zhytjes. Në vijim të veprimeve hetimore është bërë mundur sekuestrimi i dokumenteve në zyrën Speranza Diving Center, nga ku rezulton se nga viti 2017 deri në vitin 2021 ka disa certifikata regjistrimi. Po ashtu, kjo kompani ka edhe një certifikat të lëshuar nga Federata Shqiptare e Zhytjes më datë 20 nëntor 2019. Si dhe një udhërfyes turistik të certifikuar më datë 8 nëntor 2021. Po kështu, sekuestrua edhe një regjistër zhytje i vitit 2022, ku nga materialet e grumbulluara gjatë kësaj faze, policia gjyqësore ka referuar në organin procedues në ngarkim të shtetasit Sajmir Kushova si i dyshuar për kryerjen e veprës penale, shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë. Krahas dokumentacionit, grupi hetues sekuestroi në cilësinë e provave materiale edhe bombolat, jelekun dhe rregullatorin e përdorur nga tashmë viktima, 29 vjeçare Rebeka Gannon. Pajisje që u dërguan për ekzaminim teknik pranë forcave speciale Renea, me qëllim për të përcaktuar gjendje teknike të tyre. Gjithashtu, në lidhje me shkakun e vdekjes së shtetases britanike Rebeka Gannon, u përpilua edhe një akt ekspertimi mjekoligjor, ku trupi i saj u dërgua në morgun e Institutit të Mjekësisë Ligjore në Tiranë me qëllim kryerjen e autopsisë. Ndërkohë që mbrëmjen, po të datës 19 shtator 2022, vetëm disa orë pasi kishte ndodhur humbja e jetës së Rebeka Gannon, policia bëri arrestimin në flagrancë të administratorit të Speranza Diving Center, Sajmir Kushova. Në momentin që po montonte pajisjen, shtetësja Rebeka Gannon ka parë që rregullatori për frymarrjen e jelekut nuk ka funksionuar. Për këtë arsye, punonjësja GB ndryshoi rregullatorin dhe pasi e provoi 2 herë derisa funksionoi, tha që çdo gjë ishte në rregull. Disa minuta pasi grupi ku bënte pjesë Rebeka Gannon u zhyt, ky e fundit ka dalë në sipërfaqe dhe ka kërkuar ndihmë. Në ndihmë të saj ka shkuar menjëherë personi në hetim Sajmir Kushova, i cili ndodhej rreth 30 metra larg. Por kur është afruar pranë saj, ai ka konstatuar se ajo kishte hequr rregullatorin nga goja, por sapo ai është afruar, Rebeka Gannon është zhytur në gjendje të lirë nën sipërfaqen e ujit, por pasi është nxjerrë mbi sipërfaqe nga personi në hetim, edhe pse i është dhënë ndihma e parë mjekësore, ajo nuk ka mundur të mbijetojë. I pyetur nga grupi hetues se cilat mund të kenë qenë shkaqet që çuan Rebeka Gannon të heqë rregullatorin e jelekut nga goja, Sajmir Kushova u justifikua duke thënë se kjo mund ketë ndodhur për shkak të panikut që në këtë moment mund të ketë kapluar zhytsen. Në lidhje me pyetjen tuaj se cilat mund të jenë shkaqet që çuan Rebeka Gannon të heqë rregullatorin e frymarrjes nga goja, kjo mund të ketë ndodhur për shkak të panikut, i cili mund të përcojë ndjesinë e mos furnizimit me oksigjen, ndërsa në lidhje me funksionin e jelekut, ajo që mund të shpjegojë është se pajisja ka rol balancues me pesha që vendos zhytësi për të qëndruar në sipërfaqe. Por edhe pse Sajmir Kushova u mundua të gjente justifikime të dobishme që mund ta ndihmonin t'ia dilte pa u lagur nga kjo ngjarje e tmerrshme, gjatë gjykimit rezultoi se ai kishte lënë të vetëm instruktorët, ditën kur ata u nisën me grupin e zhytësve të huaj për të eksploruar fundin e detit. Ai u shfaq pranë tyre vetëm në momentin kur tragjedia ishte konsumuar në det, çka rezultoi të ishte shumë vonë për të shpëtuar jetën Rebekës. Gjatë gjykimit rezultoi e provuar se instruktor të grupit ku bënte pjesë edhe viktima Rebeka Gannon ishin shtetasi DG dhe AK.
të cilët ishin përgjegjës për respektimin e procedurës, mbarvajtjen e zhytjes dhe mbi të gjitha të shëndetit të zhytësve, por siç rezultoi gjatë gjykimit, Sajmir Kushova, edhe pse ka qenë ai që ka shkuar për t'i dhënë ndihmë viktimës, nuk ka qenë pjesë e grupit të zhytjes ku Rebeka Ganon bënte pjesë. Por ajo që rezulton e habitshme është fakti se grupi hetues nuk mori në pyetje dy instruktorët, që atë ditë shoqëruan në det grupin e zhytësve ku bënte pjesë edhe Rebeka Ganon, një aspekt i pashpjegueshëm edhe sot. Referuar akteve objekt gjykimi, gjykata konstaton se dy instruktorët nuk janë pyetur dhe nuk është verifikuar nëse posedojnë aftësitë përkatëse për të ushtruar një aktivitet të tillë, çka i krijon bindjen gjykatës për mundësinë e ekzistencës së veprës penale, si dhe përgjegjësinë e të hetuarit si personi përgjegjës për kontrollin e cilësisë së pajisjeve të protokollit të zhytjes, si dhe për zgjedhjen e stafit ndihmës. Por ndërsa pritej që Sajmir Kushova, si administratori i kompanisë së zhytjeve ujore Speranza Diving Center, të nënshtrohej një gjykimi të rregullt, ai zgjodhi të fitoj lirinë e përkohshme, duke lënë një garanci pasurore prej 15 milion lekë të vjetra, gjë që u pranua nga gjykata e Sarandës, moment që ai e shfrytëzoi për të lënë Shqipërinë. Kjo pasi ndërsa Sajmir Kushova, prindi 3 fëmijëve, i njohur edhe për disa nisma sociale në qytetin e Sarandës, kryesisht në pastrimin e detit, edhe pse kishte detyrimin të paraqitej në policinë gjyqësore çdo të hënë, në fillim javës, vetëm disa kohë më pas, ai filloi të mos e zbatojë më këtë sigurie, çka detyroi prokuroren në çështjes të kërkonte konfiskimin e shumës prej 1.5 milion lekë të reja, si dhe kalimin e kësaj shume në favor të shtetit. Sajmir Kushova, i cili me tu arratisur nga Shqipëria, u shfaq në paqet e para të gazetave në Norvegji. Pasi më 13 prill 2023, ai u arrestua në Husnes, së bashku me 5 polumbar të tjerë shqiptar, midis të cilëve edhe një femër, të cilët ishin rekrutuar për të nxjerrë 4 çanta me drogë nga anija Nordløyer, e cila vinte nga Brazili. Çanta ku ndodheshin plot 150 kg kokain, që më pas u sekuestrua nga policia. Sajmir Kushova u arrestua më 13 prill 2023 në Husnes të Norvegjisë bashkë me 5 palombar të tjerë shqiptar, mes të cilëve një femër. Ata ishin rekrutuar për të nxjerrë 4 çanta nga anija Nordløyer, e cila vinte nga Brazili. Në çanta ndodheshin plot 150 kg kokain, të cilat u sekuestruan nga policia. Policia norvegjeze kishte filmuar grupin e shqiptarëve gjatë lëvizjes së tyre në zonë dhe ndërhyri sapo u nxor kokaina. Pas arrestimit të të dyshuarve, policia gjeti gjithsej 8 telefona të shpërndar mes 6 personave. Të dyshuarit i përdorën këto për komunikim të koduar në aplikacionet Signal dhe Session. Ky episod i trafikut të lëndës narkotike, ku Sajmir Kushova vendosi në shërbim të organizatës kriminale që trafikoi drogën eksperiencën e tij si zhytës, i kushtoi shumë ish-punojësit shqiptar të policisë, i cili ndërsa ju shmang drejtësisë në Shqipëri në lidhje me humbjen e jetës së Rebeka Ganon, u dënua nga një gjykatë në Norvegji me 15 vite të gjata burgim. Sajmir Kushova rezulton i dënuar me 15 vjet heqje lirie në Norvegji në akuzën e trafikut të drogës. Gjatë procesit, Kushova mbajti qëndrim mohues, ndërsa disa të pandehur të tjerë pranuan akuzën. Kishte midis tyre që thanë se mendonin se do të nxirrnin hashash dhe jo kokain nga anija. Disa të pandehur pretenduan gjithashtu se kishin pasur kërcënime të familjes dhe se çuditërisht një avokat italian kishte kontaktuar familjet e tyre në Shqipëri për të marrë në angarkim çështjen duke e quajtur edhe këtë një formë kërcënimi. Gjatë inspektimit të qelisë së Sajmir Kushovës, policia norvegjeze gjeti këtë tekst të shkruar në mur. Te Elizis së shtoni, erdhëm për pushime, është hera e parë që i shoh, se dinim se ku do të na çonin. Na çuan me zor, nuk na kërcënuan, por kuptova që nëse do të kundërshtonim, do na bënin keq. Ne s'donim të zhyteshim natën. S'kemi folur për lek asnjëherë, na paguan udhëtimin, u lidhëm me një agjenci biletash. Por policia nuk arriti të kuptonte se për kë ishte drejtuar ky mesazh i shkruar në qeli. Por humbja tragjike e jetës së Rebekës në Shqipëri mori një vëmendje kryesore edhe në median britanike, që i kushtoi një hapësirë të gjerë lajmit, sikundër edhe në këtë artikull të Daily Mail, që i kushtoi të dhimbjes së prindërve të Rebekës për humbjen e vajzës së tyre në moshë fare të re në ujërat shqiptare, ndërsa ishte pjesë e një ekspedite bashkë me të dashurinë e saj për të parë rënojat e një anije të vjetër të mbetur në thellësinë e detit. Një baba që për një kohë të gjatë qëndroi në Sarandë në kërkim të drejtësisë për të bien, por që nuk e morri atë kurrë. I pikëlluar George Ganon, 61 vjeç, i ka kaluar 10 muajt e fundit në qytetin bregdetar të Sarandës, duke kërkuar drejtësi për humbjen e jetës së vajzës së tij 29 vjeçare Rebeka, por ka hasur në heshtjen e zyrtarëve.
I trishtuar ai thot se pavarësisht se kjo I ka kushtuar familjes dhe biznesit të tyre, ata nuk do të ndalojnë së luftuari derisa të marrin drejtësi për Rebekën. Shkova në Shqipëri një muaj pas varrimit të saj dhe kalova dimrin, pranverën dhe pjesën e parë të verës atje, vetëm për të ditur se çfarë ndodhi. Si mundet që një vajzë e re të vdesë gjatë pushimeve? Ajo ishte një zhytëse me përvojë dhe kishte eksploruar në Zelandën e Re, Australi, Amerikën e Jugut, Kanada dhe Angli. Ajo kishte vite përvojë dhe ishte krejtësisht e shëndetshme. Në intervistë për Daily Mail, babai I Rebekës thot se është përpjekur të kontaktojë me prokurorët, por as ka mundur të takojë ata, ndërkohë që certifikata e vdekjes së Rebekës thot se ajo u mbyt, duke e lënë viktimës fajin për humbjen e jetës. Kam kërkuar të flas me prokurorët dhe kam qenë shumë I sjellshëm sepse e di që nuk ka kuptim të zemërohem, por siguria e institucioneve as nuk më ka lejuar të kaloj derën. Certifikata e vdekjes së Rebekës thot se ajo u mbyt, por unë, gruaja ime, djali im dhe vajza ime duam të dim pse ajo vdiq. Ne duam drejtësi. Sipas babait të Rebekës, tashmë të ndjer, qoftë vajza e tij, ashtu edhe I dashuri I saj, kishin të dy certifikata të njohura ndërkombëtare zhytje, ndërkohë që ai thot se atë ditë dukshmëria në ujë nuk ishte e mirë. Por pavarësisht kësaj, pronari I agjencisë nxori në det për të marrë parat, edhe se po kështu, pajisjet ishin gabuara. Kishte 12 njerëz në vark kur Rebeka vdiq dhe ne e dim që dukshmëria nuk ishte e mirë, por pronari nuk hezitoi t'i nxirrte në det. Rebeka madje kishte thënë se jeleku I saj shpëtimit nuk po funksiononte, por një nga pjesëtarët e ekipit e tundi dhe I tha që është mirë, por padyshim që nuk ishte, dhe ne e dim se rezervuari I saj I oksigjenit ishte praktikisht bosh. Ne e dim që Rebeka shkoi dhe më pas Roberti u kthye sepse veshi I tij po I dilte, por udhërofyesi u ngjit me të dhe ata duhet kishin qëndruar me vajzën time. Ajo mbeti e vetme dhe dukshmëria ishte e dobët dhe ajo u zhduk. Ju deshën 20 minuta për të kuptuar që ajo ishte zhdukur dhe në kohën kur ata zbritën tek ajo dhe e gjetën, ajo kishte vdekur. Pajisjet ishin të dobta dhe organizimi ishte I dobët dhe përpasoi vajza ime vdiq, por autoritetet nuk po bëjnë asgjë dhe ne thjesht nuk mund të gjejmë drejtësi. Në kërkim të drejtësisë, familja Gannon thot se ka humbur të gjitha të ardhurat, ndërkohë që në Shqipëri, memoriali që ngriti në kujtim të vajzës së tij në vendin nga ku ajo u nis për në udhëtimin e fundit, I hapi shumë të lashe. Ne kemi humbur të gjitha kursimet tona të jetës për të zbuluar të vërtetën. Kjo na ka kushtuar më shumë se 40.000 pound. Gruaja ime është shumë e dëshpëruar dhe nuk ka më dëshirë të punoj. Një hetim anglez për vdekjen e Rebekës nuk është nisur pasi autoritetet shqiptare nuk kanë dërguar ende dokumentet e kërkuara.